Divjaka synon zhvillimin e qëndrueshëm të zonës së saj turistike me fokus vijën bregdetare dhe parkun kombëtar Divjaka Ravasta. Bashkia në bashkëpunim me administratë kombëtare të zonave të mbrojtura dhe Ministrinë e Mjedisit ka prezantuar një paketë projektesh në një dëgjes publike ku morën pjesë qytetarë, grupe interesi dhe shoqata mjedisore. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në parkun e Karavastaz, ku bën publike mbi 10 projekte, ndër më kryesoret, shëtitoria e re me një gjatësi prej 3.5 kilometrash nga qendra e vizitorëve drejt vijës bregdetare, si dhe kanali Lagundet, i cili prej kohësh paraqet problematika dhe që do të trajtohet përmes një projekti të ri që synon zgjidhje afatgjatë. Ndër projektet e tjera të prezantuara janë ndërtimi i një tregu të dedikuar për peshkatarët, hapja e muzeut të fluturave pranë qendrës së vizitorëve, ndërhyrja mirëmbajtëse në grykat e dajlanëve, si dhe masa për mbrojtjen e kanaleve dhe kompostimin e mbetjeve drunore. Kryetari i Bashkisë Josif Gorea gjatë fjalës së tij theksoi se këto projekte synojnë zhvillimin turistik të Divjakës, por çdo ndërhyrje do të realizohet duke respektuar standardet mjedisore dhe biodiversitetin e zonës. Danieli kemi kohë që merremi për të bashkëpunuar dhe për të diskutuar bashkë këto projekte dhe voçka që neve kemi për të bërë sa ndërhyrje delikatese në park, brenda parkut dhe jashtë parkut. Këto disa ide, disa nga ato janë propozime direkte të bashkisë dhe disa janë projekte të ministrisë. Unë si mik pritës me që e mora fjalën dhe po referoj, do mundohem të kaloj shkurt dhe sakt ato idera që ne kemi ndërmend dhe po të propozojmë. Kërkojmë mendimin tuaj dhe patjetër miratimin tuaj që gjithmonë çdo ndërhyrje të jetë sa më e vogël dhe sa më pak prekje. Për të pasur ekspertiza edhe të minimale, fiksore, por edhe më generale, do ishte shumë e nevojshme të kemi mundësi të prezantojmë fazën e parë, ne do të kemi strukturën e planit integruar të menaxhimit, po pse jo na duhet edhe komente apo ndërhyrje nga ana juaj. Autoritetet bëjnë me dije se faza e parë e projekteve pritet të nisë në vitin 2026 me bashkëfinancim të Bashkisë Divjak dhe Ministrisë së Mjedisit, duke synuar rritjen e turizmit dhe ruajtjen e pasurive natyrore të parkut.